Horoskopi ditor. E hënë 26 maj 2025. Dashi. Një ditë e shkëlqyer dhe pa probleme për të lindurit e kësaj shenje. Do të jeni në gjendje që të përballoni gjithçka që deri më tani e keni shtyr. Në dashuri, sqarimet do të sjellin pajtim. Ata që janë vetëm do e kalojnë ditën duke u relaksuar dhe duke u marrë me linjat fizike. Në sferën profesionale, më në fund, do të keni përmbyllur një fazë shumë të rëndësishme dhe jeni krenar me rezultatin e arritur. Ka ardhur momenti të festoni. Demi. Priten evente të kënaqshme të cilat mund t'ju ndryshojnë jetën tërësisht. Prania hënës do e bëjë çdo lidhje të qëndrueshme. Ata që janë vetëm duhet të tregohen më pak agresiv, që t'i lënë gjëra të rrjedhin natyrshëm. Në sferën profesionale parashikohen përmirësime të ndjeshme. Binjakët. Një mendje lehtësia juaj mund të acaroj pafund partnerin, ndaj duhet të dini të zgjidhni edhe keq kuptimet më të vogla. Një dashuri e kaluar mund të rikthehet në jetën e atyre që janë vetëm, dhe do të rezultojë që nuk e kanë harruar. Keni besim në aftësitë tuaja në punë dhe do të realizoni me sukses gjithçka që ju besohet. Gaforia. Disa debate në familje do të bëjnë të jeni të tensionuar, por kësaj radhe mos e toleroni një person që e ka tepruar. Dashuria do të kalojë momente krize. Ata që janë vetëm nuk duhet të dorëzohen përpara pengesave pasi ndryshimi është në qoshe. Në sferën profesionale, terreni është pjellor, por pavarësisht vështirësive me të cilat do të përballeni, do të arrini të dilni në krye. Luani. Eksperiencat e ditëve të fundit kanë bërë që të keni një bilans të qartë të jetës tuaj sentimentale. Keni kuptuar se të qenit shumë të ngurtë nuk ju çon askund. Për ata që janë vetëm, dita do të jetë e shkëlqyer dhe pritet të ndodhë diçka e papritur. Në sajt të ndikimit të Venusit dhe Mërkurit, do t'ju vendosin shkopinj në rrota në punë, por mos u mërzisni, gjithçka do të kalojë shumë shpejt. Virgjëresha, do të jetë një ditë gjatë së cilës do të duhet të reflektoni gjatë, pas një jave të turbullt. Po përjetoni një histori dashurie e cila nuk ju mërzit në asnjë moment. Ata që janë vetëm do ta kuptojnë se kur duhet t'i japin fund një njohje që nuk i çon askund. Në punë, nëse jeni të vendosur dhe të fortë, do të dini si të reagoni përpara çdo vështirësie. Peshorja. Gjatë kësaj dite mund të mbështeteni tek ndihma e Venusit dhe Mërkurit, të cilët me aleancën e tyre do t'ju ndihmojnë. Në dashuri do të arrini që të zgjidhni një çështje që e keni për zemër dhe do të kuptoni se keni pranë një person të jashtëzakonshëm. Ata që janë vetëm mund të kenë takime interesante në mbrëmje. Lajme të mira parashikohen edhe në punë. Ndonse do të hasni disa situata stresuese, por në fund gjithçka do të përfundojë në favorin tuaj. Akrepi. Dita do të nisë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe në mbrëmje një surprizë as pak e këndshme do t'ju prish humorin. Kërkoni ndihmën e partnerit, i cili do të mbështesë në këtë moment të vështirë. Për ata që janë vetëm priten surpriza të bukura në dashuri. Hëna do të jetë në pozicion as pak të favorshëm. Mund të krijojë ndonjë pengesë të vogël në rrugën tuaj, por mundohuni të jeni të vendosur dhe të fitoni. Shigjetari. Lini me njanë mendimet negative dhe përqendrohuni tek ndjenjat. Nëse ndonjë situatë e sikletshme ju nervozon, mundohuni që ta zgjidhni, duke përdorur termat e duhur. Yjet kanë ndikim pozitiv për ata që janë vetëm, ku nuk përjashtohet mundësia që të gjendet shpirti binjak. Sa i takon punës, dita nesër do të jetë super në sajt të ndikimit të Venusit dhe Mërkurit, ku do të keni kënaqësi të shumta. Bricjapi. Dita nuk premton të jetë shumë e favorshme, ndaj shmangni debatet me partnerin për të mos e përkeqësuar situatën. Veproni me vendosmëri, por pa e cënuar qetësinë e raportit. Ata që janë vetëm mund të rinisin gjithçka të lëmpezull me ish-partnerin, i cili do të shfaqet në mënyrë të befasishme. Në punë mos u përfshini nga ankthi, nëse diçka shkon keq, pasi gjithçka do të ndryshojë shumë shpejt. Ujori. Kjo do të jetë një ditë më së favorshme për të lindurit e kësaj shenje. Yjet do të forcojnë historitë e vjetra dhe do të stimulojnë lindjen e të rejave, të cilat janë të destinuara të zgjasin që të gjitha. Planetët nga ana e tyre favorizojnë takime ndërpersonale dhe ata që janë vetëm janë të ftuar ndaj njohjeve të reja. Sa i takon punës, priten takime të reja interesante. Hëna mbron zgjedhjet tuaja dhe ju ndihmon në arritjen e objektivave që keni.
peshqit. Kjo ditë do të jetë e gjitha relaksuese, ku nuk do të mungojnë emocionet. Kush ka pasur dyshime për ndjenjat e veta ka rrezikuar që të humbte gjën më të mirë që ka patur. Flirtime të reja parashikohen për ata që janë vetëm, takime të shumtë dhe rrahje zemre që mund të lënë shenjë. Në punë kjo është një periudhë e cila do t'ju hapë rrugë të reja, në të cilat mund të zgjidhni me kujdes si të veproni.